Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve në DVB Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një 31 vjeçarin banues në Vlorë, pasi dyshoi se ka trafikuar një automjet tip Volkswagen, i dyshuar si i vjedhur. Specialistët e hetimit të krimeve ekonomike dhe financave në DVB Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin 30 vjeçar banues në Vlorë, pasi në aktivitetin që administron për tregti të veshjeve me pakicë, gjatë kontrollit të ushtruar në bashkëpunim dhe me specialistët e DVKT-s rajoni Jugor, u konstatua një sasi e konsiderueshme malli pa faturë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin banues në Tiranë, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa leje në vendin e quajtur Palermo në Himar. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Delvin referuan materialet në prokurori, duke nisur procedimin penal për shtetasin 54 vjeç banues në fshatin Vergo Delvin, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me sende të forta shtetasin 52 vjeçar banues në Durrës. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin 21 vjeç banues në Vlorë, shtetasin 40 vjeç banues në Vlorë, pasi në rrugën Çamëria Vlorë, shtetasi duke drejtuar mjetin tip Ford është përplasur me motomjetin me drejtues, i cili rezultoi pa leje drejtimi i përkatës. Si pasojë janë dëmtuar fizikisht të dy shtetasit dhe pasagjeri që udhëtonte me ta, të cilët pas marrjes së mjekimit janë larguar në banesë. Një shtetase e temitur 17 vjeçe banuese në fshatin Torovic, pasi në rrugën Murat Tërbaçi Vlorë, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e ciklomotorit elektrik pa targa, të cilin e drejtonte pa lejen përkatëse, si pasojë është rrëzuar dhe ka marrë dëmtime fizike jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Sarand arrestuan shtetasin 36 vjeçar banues në Gjirokastër, pasi në rrugën Butrinti Sarand duke drejtuar në gjendje të dehur automjetin tip Opel, është përfshirë në një aksident rrugor me një tjetër automjet duke shkaktuar dëme materiale. Ndërkohë 38 vjeçar banuesi në Ksamil, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Materialet ju referuan prokurorisë për veprimet të mëtejshme procedurale.